Atëherë përshëndetje të nderuar miq të kanalit tonë Bletaria Shqip. Ne po vazhdojmë me epizodën e radhës e që ka të bëje një ndër epizodat shumë interesante do të jetë pikërisht për fillimin e pranverës së hershme, ajo është stimulimi i kolonive me anë të sirupit dhe me anë të pogaçës. Atëherë shtrohet ne e dimë shumë mirë se pranvera e hershme është një ndër sfidat më të mëdha në kopshin e bletarisë, pasi që ka të bëje me atë se dalin nga një gjumë i thellë, kisha mujt me thanën, ose nga një qetësi absolute e dimrit, dalin në pranverën e hershme dhe fillojnë lëvizjet e tyre, kur vetëm në natyrë nuk ka shumë nektar, por ata janë të nxitura për të pru në koloninë e tyre nektarin dhe polenin për të filluar zhvillimin e kolonisë. Pikërisht në këtë periudhë kohore, neve duhet të ndërmarrim diçka si bletar. Ajo çka ne duhet të ndërmarrim si bletar është ne ti stimulojmë ata. Domethënë, duhet ta bëjmë stimulimin e bletave për t'i dhënë një signal, domethënë që vetëm se pranvera ka filluar dhe ajo fillon me punën e saj brenda kosherës. Atëherë, si e bëjmë neve stimulimin e kolonisë? Për këtë, ndoshta ka mundësi me na fol pajtimi pak më gjënsisht. Halil, sa i përket stimulimit të kolonive, e dim se janë të njohura dy teknika. Teknika duke vendosur pogaçe mbi korniza, është një ndër teknikat më të njohura në bletari dhe të cilat e vojnë shumë bletar. Më thonë vendosja e pogaçës. Pavarësisht çfarë pogaçe është, më thonë në prodhim dhe çka përmban ajo, i blejnë në produksione të ndryshme. Kjo po është një formë e stimulimit të kolonisë. Por a është ajo më e sakta dhe atë që e kërkon bleta? Këto është pyetja. Apo vetëm e kemi mësuar shablon? Për shembull, vendosi pogaçe kur në muajin shkurt. Për çka ti stimulu? Tash parashtrohet pyetja. Çka e stimulon ose çka e nxit më shumë pjellshmërinë te mbretëresha? Nëse shkojmë me logjik, në muajin qershor ose në muajin maj, e dim gjithë sa është kulmi i pjellshmërisë. Deri në sa vezë bën mbretëresha, thuhet se deri në 2000 ose në 2500 brenda 24 orëve. Si rezultat i kujt? I një rrjedhe, i një lëngu që vën në koshere. Dhe tash kthehemi në muajin shkurt ose në muajin mars. Në stimulim. Ne po vendosim një ushqim të ngurtë. A është i rrjedhshëm ky ushqim? Para këtë pyetje. Nuk stimulon nektarin. Nuk i ngjajson nektarin. Nuk i ngjajson as pak nektarit. Dhe sipas një studimi që është bën në Universitetin e Glasgow në Skoci, ati kishin bën një lloj eksperiment shumë interesant dhe fakt shkencor. Ata kanë marrë dhe kanë ushqyer disa koloni për 6 javë rresht. Me çka i kanë ushqyer ato? Me shurup. Kombinimi ka qenë 1 kg sheqer dhe 1.3 ujë. Jo 1 me 1, po 1 me 1.3. Ende më i holl, sepse kjo i ngjason shumë nektarit. Dhe në këtë epizod deshtem të ju njoftojmë dhe të ju themi se stimulimi më i mirë pranveror është stimulimi me shurup. Me sirup. Jo pogaçja. Të këto mos të keq kuptohemi, se dikush ka me vite që e bën këtë dhe sigurisht është e papranueshme, më thonë. Por ne po folim me fakte shkencore që bëhen në universitete. Tregojnë diçka tjetër. Pse nektari, Ali? Nektari kur vjen si lëng, ai futet në formën e asaj se bleta e merr, kur shkon në koshere, nëse e merr nga ushqimore, do ta bëjmë praktikisht si realizohet kjo. Në këtë kohë që jemi që temperaturat janë gjatë natës pak të ftofta, bleta ja dorëzon bletës tjetër, kurse pogaçja është ushqimi i ngurtë të cilën e konsumon bleta si ushqim. Bleta njeh hyrje ose rrjedh në koshere dhe jo një ushqim të ngurtë. Sa për rezervë ushqimore e ka mjoltin. Rezervë ushqimore, po. Po. Në këtë rast ti po i vendos rezervë ushqimore prap një pogaçe. Dhe Alil, nëse mundesh me na tregu pak më detajisht
në momentin që e merr bleta ushqimit Faktikisht ose nektarin, pajtim, çka aktivizohet? Po, në momentin kur bleta punëtore vjen nga tereni dhe futet në koshere, ne e dim shumë mirë se nektari transmetohet nga një gojë e bletës te goja tjetër. Tashti, në momentin kur neve e japim sirupin, ato kanë shumë të lehtë me transmetuhen ose me ja dorëzuhen nektarin ose sirupin në këtë rast bletës tjetër. Në momentin kur ata të shohin se po vjen nektar me bojllëk, në këtë rast sirupi, atëherë tek bletat aktivizohen disa gjendra. E cilat janë ata gjendra? Janë 3 gjendra të rëndësishme. Gjendra hipofaringeale, e cila e nxit, domethënë për prodhim të ushqimit për mbretëreshën edhe për ushqimin e larvave. Në këtë rast, në momentin kur ata ta marrin këtë signal nëpërmes këtyre gjendrave, ata vetëm se, domethënë bleta, mbretëresha vetëm se fillon të lëshojë vezë më shumë. Edhe sepse po ushqehet më fort. Pikrisht. Domethënë ushqehet, domethënë po vjen stimulimi nga jashtë në formë të nektarit. Shumë mirë përmeni edhe pajtimi se raporti 1 me 1:3 është bën studim i hollësishëm që i përngjason shumë nektarit në natyrë. Çka në fakt përmban nektari në natyrë? Nektari në natyrë i ka disa përbërës e ato janë, domethënë uji, glukozë, fruktozë, saharozë edhe disa mikroelemente, muj me thonë lirisht, dhe ne kur ti fusim sirupin 1:3, ne e emitojmë nektarin nga jashtë. Në këtë rast aktivizohet gjendra hipofaringeale. Cila gjendër tjetër aktivizohet? Gjendra tjetër e cila aktivizohet me marrjen e signalit se po vjen nektari është gjendra e mandibulës. Pse pikrisht gjendra e mandibulës? Fillojnë të formojnë, domethënë disa sekrecione për ta ushqehen mbretëreshën. Ndihmon në përpunimin e ushqimit ndaj larvës edhe mbretëreshës. Saktë. Po ashtu aktivizohet edhe gjendrat e dyllit. Pse gjendrat e dyllit? Sepse në momentin kur të fillojnë, domethënë me shumicë të ketë pjellshmëri nga ana e mbretëreshës, atëherë me do e mos janë të obliguara bletët që të zhvillojnë edhe hoje të reja. E kjo në këtë rast bëhet nëpërmjet të gjendrës e cila është quhet gjendra e dyllit. Formojnë hoje plus për të pas mundësi që mbretëresha të ketë hapësirë për t'i vendosur në larvat e saj. Tash, një proces tjetër, unë do ta kisha shpjeguar se ose po e lojmë pak më vonë, po e shpjegoj tash. Domethënë pse sirupi? Sirupi është emitim i nektarit. Çka kemi në këtë rast në sirup? Në sirup kemi sheqer edhe ujë. Raporti 1 me 1.3. Në momentin kur ata ta marrin sirupin, fillojnë aktivizimi i disa enzimave brenda, domethënë për ta tretën sirupin. I cilët janë ato? Është enzima invertaza. Invertaza bën zbërthimin e saharozës, që atin sirupit na çka ja japmi, e bën zbërthimin në glukozë dhe fruktozë. Domethënë e zbërthen. E çka është mjalti në fakt? Mjalti në fakt është glukozë dhe fruktozë dhe gjitha mikro dhe makroelementat që përbëhen, që të gjenden brenda. Faktikisht, me aktivizimin e invertazës, ne me dhënien e sirupit e nxisim bletën që të aktivizohen, domethënë enzimat invertaz për ta zbërthihen saharozën në glukozë dhe fruktozë. Cila enzim tjetër hin në punë në këtë rast? Enzima tjetër e cila është diastaza, e cila e ka një funksion shumë të rëndësishëm që e bën zbërthimin e nishestes. Domethënë e bën zbërthimin në sheqerna më të reduktuar, kryesisht zbërthimin e nishestes. Edhe kjo është edhe për mbrojtjen e mjaltit. Po ashtu edhe një enzim tjetër është shumë me rëndësi. Pse na i japmi sirup, domethënë, është shumë me rëndësi për shkak se është enzima e cila quhet glikoz oksidaza. Glikoz oksidaza
është oksidimi i glukozës për të prodhuar një materje peroksidaza e cila ka rëndësi shumë të madhe në mbrojtjen e kolonisë nga bakteriet dhe mikotoksinat. Domethënë, kjo është ajo e veçanta pse ndonjëherë mjalti është shumë shërues dhe pikrisht edhe në periudha të ndryshme kohore është përdorur peroksidaza për larjen e varrave, lëndime cilët i kanë bëhen, edhe ata domethënë është mbrojtën, po ashtu me anë të këtyre enzimeve ose me anë të domethënë me siguri edhe pajtimi do të na tregoj se si përgatitet edhe sirupi për t'i dhënë, po brenda kësaj mundemi t'i qesim vitamin C ose lang limoni për t'ja ulën aciditetin. Në momentin e uljes së aciditetit, atëherë është shumë antimikrobik edhe antibakterial. Prandaj, në pranverën e hershme është shumë e rëndësishme t'i jepet sirupi e jo pogaq e ngurtë. Pasi që gjitha këto të mira, cilët i përmendëm, këto vinë vetëm nga sirupi. Në këtë rast, cilin e përdorim si stimulues për të dalë në natyrë dhe për të grumbulluar më shumë nektar edhe polen në këtë rast. Prandaj, kjo është shumë e rëndësi të bëhet dallimi se kur çfarë ushqimi duhet të jepet kolonisë, domethënë në çfarë periudhe kohore, në çfarë sasie dhe çfarë lloji ushqimit. Atëherë pajtim, nëse ke mundësi të na tregosh përgatitjen e sirupit si bëhet edhe kështu me radhë. Ti ata e di më shumë. Me thonë drejtën, me këtë informacione ti si inxhinier i bioteknologjisë ushqimore më befasove. Se hine shumë thellësisht edhe shtie me ata pak si i shëkum. Përgatitja e ushqimit bëhet në disa forma në këta. Mund të bëhet kombinim 1 me 1, 1 me 2 dhe në fakt sheqeri çdo jetë 1. E kam fjalën për ujin. 1 me 1, pastaj 1 me 1.2 dhe 1 me 1.3. Do të keni edhe tabelën në ekran të rezultateve të cilët i ka publiku Universiteti në Skoci. Më thonë, sa është rrit përqindja e pjellës në koshere, si rezultat i stimulimit me sirup. Gjithmonë flasim për sirup, në pranverën e hershme me sirup. Kjo, domethënë e përmendëm herët, është komplet si rezultati asaj se ka rrjedhje, domethënë në koshere, i aktivizon gjithë bletët punëtore, siç tham domethënë transmetimin e ushqimit gojë më gojë, ventilimin e koshere, po ashtu edhe shërbelin si lloj ushqimi. Për larvat, njëkohësisht i nxit ato dalin të marrin polen në kombinim me shërupin. Atëherë, përgatitja në këtë periudhë që jemi, për shkak se temperaturat janë natën të ftofta dhe shpeshherë kolonia e bën një farë grumbulli, ndoshta lëmsh dimror jo, por nuk është e zgjeruar gjatë natës shumë dhe preferohet që të vendoset mbi korniza, duke përdorur qese. Në këtë formë. Më thonë, sasia e ushqimit, një pikë shumë e rëndësishme, Alil mos harroj. Sasia e ushqimit, domethënë, është mirë të jepet 500 deri në 1 litër sirup. Domethënë, momentin që e marrin, vazhdon me dhënë prap, sepse reagimi ndaj mbretreshës nuk bëhet i menjëhershëm. Domethënë, i duhet pak kohë derisa kolonia sinjalizohet për këtë ardhje të rrjedhshme të nektarit. Nuk mundem sot vendosim 500 ml dhe mas një javë 500 tjera. Jo. Domethënë, kemi pak një vazhdueshmëri derisa duket, domethënë, zhvillimi i kolonisë në pjellje. Normal se duhet gjithmonë të kihet parasysh, domethënë sasia e cila e japni. Që mos ti mbi ngarkojmë ata dhe ti bllokojmë. Po mund bllokim, duhet shkojmë drejt te bllokimi. Mos i lajmë edhe të dalin në natyrë. Kështu që keni kujdes, ashtu siç e përmeni edhe pajtimi, mos e mbi ngarkoni bletën edhe ne vazhdojmë në mënyrë praktike se si do t'ja vendosim, domethënë brenda kolonisë sirupin. Alil, mendoj se nuk kemi nevojë të hapim. Jo, vetëm domethënë demonstrimi i vendosjes së sirupit edhe aq. Po. Shifat se këtu kemi pjesën e ngushtimit, nuk e prekemi fare, nga lart duket zhvillim perfekt.
ka qenë ndarje që kena bënë, domethënë. Sezonin e kaluar, pastrojmë pak bletet me qëllim që mos t'i shtypim, edhe kaq. Alil, është mirë, për shkak se kjo qesa pak është mirë të shpohen disa vrima, vogla. Këtë ndështë të kaq. Mjafton me kaq. Vrima shumë të vogla se bletet edhe mund të arrin vetë ta manin, domethënë. Kujdes mos janë vrimat e mëdha se mund të rrjedhë sirupi në dysheme. Kjo mund të shkaktojë edhe vjedhje. Prandaj të keni kujdes. Pas kemi bleta lel këtu. Edhe kuptohet se tavani duhet ta vendosim në anën e kundërt. Kjo mbyllet në momentin që vendosim kapakun dhe me kaq përfundon Halil ky proces. Atëherë të nderuar miq, ju patët rastin që ta ndjekni edhe në mënyrë praktike se si vendoset, domethënë Një proces i thjeshtë. Sirupi për stimulim është proces shumë i thjeshtë në qese ose në ushqimore, po më mirë është në qese për shkak se direkt vjen mbi bletët dhe kanë mundësi dhe hapësirë që ta përthithin më shumë bletë njëkohësisht, domethënë në qesën dhe kthehet nga mbrapa tavani dhe ky ishte procesi i vendosjes së sirupit për stimulim. Tash, neve nuk po e kundërshtojmë pogaçën, por duhet të kemi parasysh një send. Kur dhe cila në çfarë periudhe duhet të vendoset. Në qoftë se e kemi qëllimin për stimulim pranveror, më e mira është sirupi, ashtu siç edhe potencuam gjatë tan episodit. Por në qoftë se e kemi për rezerva ushqimore, atëherë vendoset pogaçe, po kjo është periudha e cila është fillon domethënë fuqjen e bletëve për dimrim. Kuptohet në qoftë se ka rezervat e veta të mjaltit, atëherë edhe në atë periudhë kohore nuk ka nevojë të vendosen pogaça. Prandaj një gjë duhet ta kemi parasysh se gjithmonë domethënë duhet të lëm rezerva të mjaltit bletës në koshere. Është shumë interesant një send, unë do ta kisha bën një pyetje pajtim, e cila pyetja është bën edhe në disa prezantime të profesorëve eminent botëror të fakultetit në Universitetin e Skocisë. Pyetja është kjo: bleta, cilën e ka më qef? Cilën e ka më merak? Cili është ushqimi i preferuar? Cili është ushqimi i preferuar? A është mjalti apo është nektari? Kjo është një pyetje shumë interesant për shkak se profesorët të Universitetit të Skocisë e kanë vërtetuar edhe këtë fakt. Nektari është ajo cilën bletët e kanë më për qefi. Domethënë, jo mjaltin, po nektari në natyrë. Mjalti është rezervë. Mjalti është si rezervë për koloninë gjatë dimrit. Prandaj duhet kemi parasysh se duhet të lihet mjalt si rezervë. Dhe ta stimulojmë në pranverë për dalën, domethënë, për kullos të përgatishmi bletët për kullos më të fuqishme dhe të na sjellin nektarin nga natyra. Pajtim në qoftë se ke diçka për të shtu, unë me kaq. Jo, Alil, mendoj se mjafton dhe ishte e qartë domethënë kjo që ja tham deri tani. Dhe ju dëshirojmë një sezon të mbar me shumë mjalt. Për fund e dini gjithë se nëse ju ka pëlqyer video, mund të na jepni një like dhe të bëni subscribe kanalin. Kuptohet. Këshillat, kritikat, sugjerimet, pse jo edhe lavdratat janë të mirë ardhura në koment. Nga unë, përshëndetje dhe çdo të mirë. Ditën e mirë dhe mirë mbetje, miru takofshin në epizodet e tjera. Mos harroni, stimuloni në pranverën e hershme me sirup, jo me pogaçe. Çdo të mirë.